Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të ende këtu në Info Ftesë në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision në qendër të cilit do të jetë edhe ana artistike, por edhe ajo kulturore, sigurisht në jetën e një institucioni që drejtohet nga një njeri i vetëm, ai është Eritan Kamolli, drejtori i Qendrës Kulturore Lezgush Poradeci këtu në Pogradec. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit ftesë. Dua të ndalemi në pjesën e parë të Info Ftesë tek një krye pyetje, po e quaj ose krye fjalë pyetjesh, që grupon edhe zhvillime të më interesante të asaj që do të vinë. Pra, kalendari artistik i Qendrës Kulturore. Ju nuk jeni rishtar, jeni shumë vite të sprovuar tashmë dhe nuk mendoj që do të jetë ndryshe nga vitet e tjera një kalendar që garanton sukses. Faleminderit që u ndërpritëm. S'par i lirë më lejo të falenderoj. Faleminderit ju për ftesën, për emisionin tuaj simpatik, faleminderit edhe televizionit Sot 7, i cili gjithmonë është bërë, le të themi, prezantuesi i punës tonë të përditshme, sepse në fakt publiku përgatitar dhe vizitorë shikojnë vetëm atë një orë aktivitet, por është një punë shumë e madhe që bëhet mbrapa skenit përpara se të fillojë aktiviteti. Padyshim që ne kemi ndërtuar kalendarin e këtij viti, prej muajit nëntor ne bëjmë një kalendar unë së bashku me grupin e punës në Qendrën Kulturore, një kalendar të mirë menduar me shumë aktivitete, të shumë llojshme, një kalendar i cili përfshin të gjitha moshat dhe gruponshat e qytetit dhe padyshim të gjitha zhanret e muzikës apo të artit. Ndonjëherë në kuptimin e përgjithshëm e kalendar, po jo, kalendari ka të bëjë me jetën kulturore dhe artistike të pranverës dhe verës. Këtu ka shumë turistë dhe gjallërohet jeta kulturore. Aq më tepër vera që bëhet pastaj kryefjale e zhvillimeve kulturore. E vërtet, është shumë e rëndësishme në fakt që të kesh një kalendar të mirë menduar me aktivitete, sepse madje do thoya jo vetëm gjatë sezonit turistik, por ne e kemi menduar gjatë gjithë vitit. Sigurisht, ju e shtroni gjatë gjithë vitit një gjë të tillë, por vera mbetet kryefjale apo jo? Vera është qershia mbitor. Është sezoni që ka më shumë njerëz në qytet dhe na lind edhe detyrimi që ne të ofrojmë edhe argëtim për të gjithë publikun, cilësor, kuptohet. Ne jemi përpjekur vit pas viti që të jo vetëm të rritim cilësinë, por edhe të shtojmë gamën e aktiviteteve cilësore edhe larmimin e aktiviteteve në fushat, siç thash, në fushat të ndryshme të tyre. Nëse mund të ndalemi në disa prej tyre, nuk është besoj herët i themi. Përgatisim edhe shikuesit për atë që ndoshta i pret. Absolutisht që nuk është herët, madje ne jemi në kohë, jemi fare përderisa është piketuar ky kalendar. Edhe qyteti, promovimin e qytetit, sepse edhe një nga objektivat tonë kryesorë është promovimi i traditës së qytetit përmes aktiviteteve cilësore. Pra një turizëm pa promovim vlerash kulturore, artistike edhe tradicionale, sigurisht nuk mund të funksionojë. Është e vërtetë. Ne i liri kemi filluar aktivitetet, le të themi që në muajin janar. Unë mund të përmend një aktivitet shumë të bukur që ne bëjmë me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit, që e quajmë artistët e vegjël. Edhe ai, le të themi, starton kalendarin e aktiviteteve dhe vijon dhe më pas vazhdojmë me të tjera. Sigurisht ne kemi një punë shumë të madhe që bëjmë me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, të cilët vinë në Qendrën Kulturore dhe ne i ofrojmë kurse të ndryshme për ta, kurse në piano, në violinë, në këngë, në kërcim popullor dhe në kërcim modern, edhe së fundmi dhe në aktrim. Unë më lejo që nëpërmjet televizionit dhe të lajmëroj. Po patjetër, gjithë ata që e kanë një talent edhe që duan ta kultivojnë edhe zhvillojnë, po sigurisht mund të ofrojnë në këto kurse. Në instrumente të ndryshëm, në piano, në violinë, në fisharmonik. Më pëlqeu edhe pjesa e aktrimit, më ke kujtuar hershëm grupin e teatrit në Shtëpinë e Pionierit këtu në Pogradec kur aktivizoheshin. Ne po përpiqemi së fundmi që ta ringjallim këtë pjesë, duke ofruar disa të rinj të cilët janë të interesuar që të ngjiten në skenë të aktrojnë, dhe së fundi, madje prej 3 javësh ne jemi duke punuar për të vënë në skenë një shfaqje, një komedi të Çehovit, dhe ajo do të jepet ditën e hënë. Do të jenë aktorët janë nxënës gjimnazistë të shkollës mesme Gjergj Bekmezi. Po përveç tyre nuk ka besoj aktor nga Qendra Kulturore. Aktor janë me gjimnazë, vetëm nxënësit e gjimnazit, dhe këtu ja vlen që të falenderoj përzemërsisht drejtorinë e shkollës Gjergj Bekmezi dhe mësuesen që merret me aktivitetin Linditën, e cila gjithashtu së bashku me gjimnazin Gjergj Bekmezi. Është ky aktivitet. Regjizori është Jurgen Liçkollari, është një aktor që
ka filluar sekundi për Qendrën Kulturore dhe ai është regjizori i kësaj shfaqje. Është një shfaqje shumë e bukur, një komedi shumë e bukur dhe ata kanë punuar shumë për këtë shfaqje. Do të jepet ditën e hënë premier për prindërit dhe për mësuesit. Sigurisht shumë urime të gjithëve. Ditën e hënë në Qendrën Kulturore. Në sallën e Qendrës Kulturore. Po, shikuesit le të informohen dhe për këtë event. Po, ndërsa ditën e në orën 1:30 në drek për shkak se që të vinë edhe nxënësit ta shikojnë. Ndërsa ditën e martë në Kurrë të Tetit do të jepet në orën 2:30 premier për qytetarët. E hapur për nxënës, për prindër, për qytetarë, kush do që kërkon të shikojë. Është shfaqje një komedi shumë e bukur. Ja vlen që të ndiqet aq më tepër që është dhe si mbështetje për brezat e ri. Ju tani përmendët pak më herët kurset edhe bashkëpunimin që kemi me shkollat 9-vjeçare. Edhe të mesme. Edhe të mesme, po dua të mbetem tek shkollat 9-vjeçare. Pse nuk bëhet festivali i këngës për fëmijë? Pse nuk rivjen kjo traditë e bukur? Unë e di që me këmbënguljen tuaj edhe me egoizmin e mirë të punës për të bërë gjëra me vlerë, ju arrini. Pse nuk rikthehet ky festival? Mendoj janë shumë faktorë që ky festival nuk është zhvilluar këtu. Për më tepër ishte bukur. Ajo do ishte shumë bukur, do ishte edhe një nxitje edhe për fëmijët dhe për talentet e rinj, sepse fëmijët janë të talentuar, të gjithë fëmijët janë të talentuar në fusha të ndryshme. Dikush në piano, dikush në violin, dikush në këngë. Por që të rikthehet kjo traditë e festivalit. Këngës për fëmijë. Në fakt kjo është një pyetje që i takon Qendrës Kulturore të Fëmijëve, sepse ky festivali i Qendra Kulturore ka qenë ekskluzivitet i Qendrës Kulturore të Fëmijëve. E kuptoj. Dhe në djenin time specialistët që janë atje janë përpjekur. Pra mund të jenë ata që duhet ta sjellin, por nuk e di, janë faktorë të ndryshëm që nuk bëhet ky festival, ka disa shpresoj që të instrumente gjërat edhe dashamirësia në një rikthimit të festivaleve, sepse janë evente shumë të vështira për të realizuar festivalet. Ne realizojmë disa festivale, disa evente. Megjithatë një bashkëpunim besoj i institucionit tuaj, i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, pse jo bashkisë ta risjellin këtë festival? Thash, janë bërë përpjekje disa herë që ky festival të rifillojë, por nuk është aqe thjesht, janë shumë faktorë që por shpresojmë që do të ketë një rikthim. Shpresojmë që po, edhe unë shpresoj që po. Mbetemi te kalendari artistik. Mbetemi te kalendari artistik i qendrës suaj. Po thoshim për kalendarin që ne kemi menduar që ta shtrim gjatë gjithë vitit. Kemi filluar që në janar me, siç thash, me artistët e vegjël. Shfaqja do të jepet martë në Kurrë të Endër, vazhdim për Gjerpet Meze dhe më pas javën tjetër do të jepet për Gjimnazin Morin Çollaku. Dhe sigurisht do të vazhdojmë edhe me aktivitetet e tjera të cilat do të jenë gjatë muajve mars, prill, maj, derisa të vim në qershor, që fillojmë me kulmin e aktiviteteve tona, që janë aktivitetet më të mëdha, le të themi, dhe gjithë përfshirëse. Mund të themi ndonjë gjë për këtë boom veror? Po sigurisht, ato kalendari është publik, ne kemi publikuar edhe në faqen e Qendrës Kulturore, po padyshim. Kalendari, le të themi, i sezonit turistik do të fillojë me çeljen e sezonit turistik, që është një ditë shumë e veçantë për qytetin. 21 qershori? Jo, 21 qershori është liçeni në fakt. Besoj do të jetë në qershori. Është ose në fund të majit ose javën e parë të qershorit. Ne ende nuk kemi përcaktuar një datë saktë. Pra do të ketë një larmi aktivitetesh rreth një muaj përpara, edhe ne shikojmë si do të jetë koha dhe që dhe aktivitetet kenë kuptim. Ato ditë sigurisht që festohet, ju e dini shumë mirë që ka një shumëllësi aktivitetesh para ditës dhe mbas ditës, ka aktivitete kulturore, sportive, janë artizanët, aktivitete kulinare, domethënë kanë mundësi ndarasin të gjitha le të themi vlerat e qytetit të ballafaqohen përballë publikut dhe përballë vizitorëve të shumë që janë. Në një farë mënyrë aty bëhet një publicitet shumë i mirë dhe qytetit, sepse pra hapja e sezonit turistik. Shikojnë çfarë ofron ky qytet. Pastaj kam idenë është një qershori. Vazhdojmë me është një event tjetër shumë i rëndësishëm dhe është një nga eventet që ne kemi që mburremi me të, është festivali i teatrit të kukullave Zinxifilo. Festivali Zinxifilo, po. I cili këtë vit do të jetë nga data 3 deri datën 7 qershor. Është një festival që zhvillohet për më shumë se 20 vite në qytetin tonë dhe thashë ne mburremi me teatrin e kukullave. Është festival interesant dhe i bukur. Interesant dhe me shumë vlera. Përveç sa teatri i kukullave vazhdon punën e themi gjatë gjithë vitit. Jo, më pëlqen që ky festival pastaj bëhet edhe një lloj shkëmbim eksperience kulturore mes trupave. Ky është edhe një nga qëllimet e festivalit. Jo vetëm t'ju shfaqet fëmijëve një teatr i bukur, le të themi, me kukulla që ata kanë, por edhe trupat të shkëmbejnë eksperiencë me njëri tjetrin. Dhe shumica prej trupave që kanë ardhur, nuk dua të përmend tani emra trupash, por në fillimet e tyre, se gjithë Shqipëria dhe Kosovë, Maqedoni nuk kanë qenë në nivelin e dur, por vit pas vitit duke parë njëri tjetrin, se ne zhvillojmë edhe takime, edhe workshope midis njëri tjetrit,
Dhe ata shkëmbejnë duke parë dhe ata kanë rritur në nivelin e tyre. Pra është një festival që ja vlen dhe ka interes shumë të madh. Më pas vazhdojmë me festën me ditën e liçenit, e cila është vendosur, ju e dini mirë që për shkak të vendosjes gjeografike përgatitjes si struga dhe orë. Po pra ka një rotacion që festa zhvillohet një herë në orë, një vit në struga dhe pastaj në Pogradec. Megjithatë është viti ynë si vjet? Ne nuk është viti ynë, por ne çdo vit, edhe nëse nuk është viti i Pogradecit, ne çdo vit bëjmë një Po, jepni maksimumin. Në mënyrë që edhe këtu të ndihet dita e liçenit. Këtë vit rotacioni është struga po në strug. Vjet ishte në orë, këtë vit është në strug. Ne edhe vit kemi bërë një aktivitet shumë të bukur 2 ditor me këngë dhe serenata, me këngë qytetare dhe serenata pogradecare, domethënë gjatë 20-21 qershorit. Edhe këtë vit është planifikuar po e njëjta gjë, do bëhet një aktivitet shumë i bukur për 20-21 qershor. Më pas mund të vazhdojmë me shumë aktivitete të tjera, që është le të themi Festivali Ballkanik i filmit dhe i kulinarisë, që një tjetër ngjarje po shumë interesante. Është festivali, mendojmë që ta realizojmë sërish, filloi vjet bën vjet për herën e parë, festivali i monodramës Alba Mono, një festival shumë prestigjioz ku aktorë të ndryshëm nga vende ndryshme të Europës performojnë në skenat tona. Pra është një festival shumë i bukur. Për të vazhduar më pas me shumë aktivitete që bëhen në Korrik. Unë tani po përmend këto më kryesore të fakt, sepse gjatë duke filluar nga muaji qershor, muaji Korrik dhe muaji gusht janë plot me aktivitete në të cilat jo vetëm këto të mëdha që ne i kemi, le të themi, janë aktivitete të përvitshme dhe të përcaktuara në kalendarin e Qendrës Kulturore dhe Bashkisë Pogradecit, por janë edhe aktivitete të tjera të vogla që, le të themi, mbrëmje poetike të alternuara me muzikë, me këngë, me instrumenta, me poezi që bëhen nga artistët e Qendrës Kulturore. Janë promovime librash të ndryshëm që ne prapë alternojmë, janë këngëtarë të ndryshëm, ftojmë të muzikës popullore, të muzikës të lehtë, se siç thash pak më lart që publiku ka nevojë për çdo lloj muzike. Padyshim që ne jemi aty që të shikojmë anët cilësore dhe gjërat më të mira të artit dhe të muzikës shqiptare, por jemi të detyruar që si thua, të bëjmë muzikë për të gjithë shtresat dhe për të gjithë njerëzit. Periudha po, do të ketë shumë aktivitete. Gam të gjerë. Për të mos thënë edhe më mbrapa pastaj për maratonën, gjysmë maratona, që është një aktivitet ndërkombëtar që bëhet në fundit Korrikut, bashkë me maratonën e Bebave, që është edhe ky një event tepër i veçantë që zhvillohet në qytetin tonë, që nuk zhvillohet në asnjë qytet tjetër. Është unik maratoni e Bebave, siç është edhe festivali Xhinxifilo, që është unik, nuk zhvillohet në asnjë vend në Shqipëri. Dhe më pas vazhdojmë në muajin gusht me një festival shumë të bukur që bëhet në fshatin Lin. Lin Festival, që është në vitin e 4 të tij, është një festival ku le të themi performohet muzikë e traditës, muzikë e shumë viteve apo shekuve, muzikë shqiptare, muzikë e vjetër, arbëreshe, e sjell në kohë nga instrumentistët më të mirë të Shqipërisë, të cilët. Por ka edhe element trashëgimisë kulturore, kam iden të kërshetuara. Çdo aktivitet i lirik që ne zhvillojmë ka edhe elementin e trashëgimisë. Përpiqemi të futim dhe elementin e trashëgimisë, duke futur, le të themi, ekspozita të ndryshme në çdo aktivitet, ku ne japim foto të villa të qytetit, ku japim foto nga le të themi nga vendet turistike të gjithë qytetit, në mënyrë që të gjithë njerëzit që janë në aktivitet, qoftë pogradectarët, qoftë vizitorët e ndryshëm, të njihen me të gjitha atraksionet turistike që ka qyteti. Pastaj është edhe festa e Koranit që kulmon edhe sezonin veror, dhe jo pa qëllim e kemi lënë në fund të muajit gusht. Ndoshta edhe për të mbyllur sezonin. Si për të mbyllur sezonin veror, le të themi se sezoni artistik vazhdon gjithë vitin. Kulmon me festën e verës që është në dhjetor. Tashmë e vendosur në dhjetor. Por që sezoni veror ne e mbyllim me festën e Koranit, që është javën e fundit të gushtit, dhe është një festë që ne e bëjmë për vitin ky është viti i 4 që zhvillohet, dhe është një festë shumë e këndshme dhe një festë që na përfaqëson deri mbretërin e liçenit. Korani është edhe simboli ynë i qytetit tonë. Po. Këto shfaqje do të jenë, besoj, në ambiente të hapura, do unë i qytetit flas për periudhën qershor Korrik gusht. Të gjitha shfaqjet që unë përmenda deri tani, domethënë janë të gjitha shfaqjet që zhvillohen në terren të jashtëm, domethënë në ambiente të jashtme, ose në sheshin e Trëndafilave, ose në Odeon, siç thash në fshatin Lin. Ne jemi duke menduar që të bëjmë një aktivitet ndoshta 3 ditor, një festival në Tushemisht, në mënyrë që t'japim dhe aty gjallëri zonës. Ende nuk i kemi përcaktuar sakt se si dhe kush do të marrë pjesë, por jemi duke menduar që të bëhet një festival në mënyrë që edhe aty të ketë një shtrirje gjeografike. Duke hartuar grupi punës si të përfshijë edhe Tushemishtin. Po, për të, sigurisht se ndjes harrova të përmend edhe shtrirjen gjeografike të aktiviteteve dhe për edhe
aktivitetin që ne bëjmë në Mokër, Mogran Fest. Aha, Mogran Fest, po. E cili prapë gjithashtu zhvillohet një atraksion turistik, siç është ura e Golikut apo varret monumentale të Celsit që zhvillohet. Tani edhe rruga e mundson një zhvillim edhe gjithçka e bën të lehtë dhe konkret. Po. Mirë, do doja të mbetemi edhe tek puna e vitit shkuar e Qendrës Kulturore. Ne filluam me një boom me aktivitetet, por përgjigjen e lëm pas publicitetit. Ka lënë publicitet. Zonë dhe zotërim, publiciteti nga ka rikthyer sërish në studio. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Infoftes këtu në televizionin Sot Shtat me mua Vion Tjeti i ftuar, drejtori i Qendrës Kulturore këtu në Pogradec Seritan Kamolli. Ju pyeta pak më herët për të rinë, thatë ndoshta edhe le të themi nxënësit e ciklit ullët për të adresuar më saktë, po, shkollat nëntëvjeçare, për të adresuar më saktë pyetjen. Edhe më thatë që bëni kurse, përfundon gjithçka vetëm tek kurset apo ju jepni mundësi të shfaqin talentin për te kurseve? Se do të më dukesh pa sens një moment i tillë. Shumë e drejtë. Jo, në fakt nuk përfundon vetëm te kurset. Thënë më saktë promovimi talenteve të reja. Promovimi talenteve është një për këtë grup mosh, promovimi evidentimit dhe promovimit, sepse përpara promovimit është një proces tjetër që është evidentimi i tyre, domethënë bën audicionet nga mësuesit e klasave të ndryshme të muzikës apo të aktrimit dhe më pas bëhet edhe promovimi i tyre në skenat tona. Ne sigurisht ju ofrojmë mundësi shumë të mira fëmijëve, nxënësve, qoftë të shkollave nëntëvjeçare, qoftë atyre të shkollës mesme, në mënyrë që të shfaqin talentin e tyre. Mos mbetemi vetëm tek klasat e kurseve. Bëjmë aktivitete si shkone për tej. Për tej, ne ju krijojmë mundësinë të dalin në skenë. Bëjmë artistë të vegjël, është siç thash pak më parë një koncert shumë i vlefshëm dhe shumë i bukur me fëmijët. Është edhe teatri që ne thamë do të vëmë në skenë. Gjithashtu ne përpiqemi, unë e kam patur si synim të punës time, që edhe në aktivitetet tona të mëdha, le të themi, aktivitetet ku në fillim marrin pjesë artistë me emër dhe artistë shumë të njohur, ne të fusim, le të themi, për prezantim ose për të lexuar materiale poetike ose për të luajtur një instrument ose për të kënduar edhe të rinj të cilët janë pjesë e kurseve që bëhen tek ne. Madje 2-3 vitet e fundit, prezantueset e fesës verave të Gështenjës kanë qenë vajzat e gjimnazet e qytetit Pogradecit. Dhe kjo është gjë shumë e mirë sepse aty i kërkohet mundësia që jo vetëm të mësojnë diçka, por edhe ta shfaqin talent dhe sigurisht gjithashtu në bazë të kontakteve apo edhe të mundësive të ndryshme që kemi krijuar, ju kemi krijuar mundësinë që ato të marrin pjesë edhe në evente të tjera më të mëdha siç janë X Factor apo Albania Got Talent ose Tiv Len. Ato vinë këtu, bëjnë audicione dhe shumë prej tyre fëmijëve kanë marrë edhe çmime. Kanë marrë edhe çmime në këto evente. Pra këto janë mundësi që ne ju krijojmë të rinjve që jo vetëm të marrin. Edhe kjo nuk është pak, jo, nuk është pak. Mendoj që është mirë edhe për ta edhe bashkëpunëtarët e tyre në gjithë Shqipërinë. Sepse shikojnë dhe fëmijët e tyre në një skenë tjetër më të madhe se sa skena e qytetit Pogradecit. Po, dhe gjithë, po jo vetëm prindrit, gjithë kënaqemi. Kur shikojmë në spektakle kombëtare, është e vërtetë. Është shumë bukur që unë me sa shikoj në këto vite nuk është nostalgji, po t'jep një lloj kënaqësie kur thon ose prezantojmë Pogradecin. Është e vërtetë. Ju thatë pak më lart që keni disa vite në Qendrën Kulturore, unë viti tjetër bëj 30 vite aty. Edhe kam parë shumë situata të ndryshme vit pas viti, kohë pas kohë, dekadë pas dekade, që bën 3 dekada tashmë. Dhe me sa shoh këtë vitet e fundit është rikthyer vëmendja, qoftë e fëmijëve apo e të rinjve, qoftë e prindërve, për t'i angazhuar fëmijët. Pra ju njihni të fshehtë atij institucioni, por edhe suksesin atij institucioni nga në zhë nëse do të themi. Dhe më vjen mirë që shumë prindër janë të interesuar që fëmijët e tyre të vinë dhe të bëhen pjesë e aktiviteteve kulturore të qendrës tonë. Si drejtori i Qendrës Kulturore, si e vlerësoni, le të themi, shkëlqimin? Patjetër do ta them këtë se vërtet e meriton këtë fjalë institucioni juaj i një viti më parë. Shiko, Ilir, në fakt jam unë që dalë dhe prezentoj punën apo... Shiko, kur ka të metat, do t'i them edhe të metat. Edhe është mirë në fakt se ato të rritin. Por, përveç, unë nuk jam vetëm, sigurisht, kam një staf mbrapa me, janë duke nisur që nga, le të themi, nga punojësit e shërbimit, nga sanitaret, nga punojësit e skenës, nga fonisti, nga skenografi, specialistët e artit dhe kulturës, nga specialistët e tjera, specialistët e bibliotekës, edhe shumë të tjerë që janë pjesë e qendrës kulturore, që kontribuojnë,
Dhe pa ndihmën e gjithë dhe pa kontributin e gjithë nga pak nuk mund të realizosh asnjë aktivitet. Atëherë për te modesti, si drejtuesi i këtij institucioni, nëse mund të bëjmë një retrospektiv, kthim pas, si e vlerësoni punën e vitit që shkoi? Po, për të vlerësuar në fakt punën e vitit të kaluar, më mirë se unë flasin faktet dhe shifrat që Ministria e Kulturës ka nxjerrë, ne vitin e kaluar jemi renditur bashkia e tretë në Shqipëri për numër aktivitetesh cilësore. Madje përfaqësuesi e Ministrisë kur ishte në një takim që ishte në bashki, tha na bëri me dije që ne, domethënë përveç se kishim një numër shumë të madh aktivitetesh, ishin 84 aktivitete që ne kemi zhvilluar vitin e kaluar, ishin dhe aktivitete cilësore. Dhe ajo veçoi disa prej tyre që ishin që ja vlente dhe na përshëndeti edhe për mënyrën e zgjerimit të aktiviteteve në të gjithë rajonin e Pogradecit. Jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat përreth qytetit. Pra, mendoj që ka qenë një vit i suksesshëm viti i kaluar dhe shpresoj që edhe ky vit jetë në këto nivele dhe besoj se po, sepse ne jo vetëm që kemi aktivitetet, le të themi, kemi punuar fort që të realizojmë aktivitetet edhe më të bukura, por kemi edhe aktivitetet të reja të cilat do të shtojnë këtij viti i kalendarit. Sa e vështirë është të mbash gjallë një kalendar? Edhe mund të dështosh që do ndiku nuk pak më herët ne po diskutonim të dy dhe po thonim që mund të ketë edhe gjëra që mund të mos realizohen. Megjithatë, është e vërtetë Ilish që nuk është shumë e lehtë. E mira është që guxohet, shkruhen projekte, shkruhen aktivitete, pastaj është koha ajo që i zbaton apo jo. Që nuk realizohen. Shikoj, ne në fakt për ritës së vërtetës, përveç le të themi një fondi të garantuar nga Bashkia e Pogradecit, unë kam aplikuar edhe në shumë... Pra ka projekte që aplikoni, në institucione ndryshme, së mundër është edhe Ministria e Kulturës. Në Ministria e Kulturës ne kemi aplikuar si qendër, kemi aplikuar me 5 projekte dhe shpresojmë që të miratohet 1 ose 2 për tyre, por patyshim ka edhe ka mënyra të tjera, ka sponsor, ka donator, ka njerëz të cilët, si thua, sponsorizojnë një aktivitet, por nuk duan të shfaqen. Ne kemi marrë sponsorizime edhe nga Banka e Qytetit, jo më larg, po para vitin e kaluar ne kemi marrë nga Banka e Raiffeisen, le të themi ne ka pajisur me ngrohjen e sallës. Ne ka bërë të mundur që ne të zhvillojmë aktivitete. Po tani ka kushte optimale ngrohja, po. Kështu që domethënë ne jemi përpjekur të shfrytëzojmë çdo burim tjetër që të mundur, jo vetëm fondet që ne kemi nga Bashkia apo nga qendra multifunksionale që i marrim. Dhe në këtë rast sigurisht që ka dhe aktivitete që planifikohen dhe nuk ndodhin, por ka dhe aktivitete që nuk janë planifikuar. Dhe bën pjesë pasi bëhet takime me artistët apo me aktorët apo me regjisorët apo me kineastët, ne shikojmë që ja vlen që ky aktivitet të zhvillohet, kur nuk ka kosto të madhe, ose mund të jetë edhe pa kosto fare. Ne kemi plot raste që shumë aktivitete që bëhen në shesh janë pa kosto, nuk paguajmë asgjë. Dhe gjithashtu do të thoya që edhe këto aktivitete bëhen pjesë e kalendarit. Madje ne më lejo të themi që 2 vitet e fundit në pjesën më të madhe të aktiviteteve, le të themi që janë përfaqësuese që promovojnë qytetin, siç është festa e verës, festa e Koranit, nuk më kujtohet një aktivitet tjetër tani i madh, disa për aktivitetet të mëdha, që në sezonin turistik. Ne kemi siguruar në moment aplikimit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kemi siguruar të gjithë mjetën didaktike, domethënë skenën, fonin, ndriçimin, siguruar për tyre me projekt për tyre. Dhe domethënë Bashkia e Pogradecit dhe qendra multifunksionale. Po, është qendra kulturore është komode për këtë dhe jo vetëm që nuk kemi shpenzuar lek, por kemi patur dhe një paqe dinjitoze sa i përket aktivitetit që ne kemi zhvilluar. Pra ne përpiqemi së bashku me administratorin e qendrës dhe gjithashtu ta falenderoj Dorian Latifllarin, sepse është një djalë që na ka mbështetur gjithmonë në punën tonë, duke filluar që nga pajisja me skenën që ne blem, me fonin e re të pallatit dhe me mbështetje në projekte tjera që ne kemi. Me që dolëm këtu, unë gjithmonë e kam thënë dhe do më pëlqente të kishte një rekonstruksion total të sallës. Do doja të shikoja të skenën në shkëlqim si dikur, me ndriçim si dikur, me thonis si dikur, nuk e di sa pranë jemi një projekti të tillë. Nuk e di pse e kërkoj një gjë të tillë sikundër e kanë edhe tani, sepse duhet të thënë që në vitin 1997 e shkatërroi një lloj infrastrukture të tillë. Është e vërtetë. Tani kjo si dikur në fakt më erdhi shumë e bukur për një titull për aktivitet. Kështu që faleminderit shumë se më dhe një spunte për një titull për aktivitet si dikur. Unë si dikur nuk e mbaj mend në fakt si ka qenë salla.
E mbajmë mend tu. Dhe por mendoj që ajo ja vlen që të po jo, duhet të ketë një kompleks dritash komplekse, foni komplekse. Keni shumë drejt në djenin time është përfunduar një projekt i cili konsiston me restaurimin e komplet qendrës kulturore, jo vetëm të sallës apo të skenës, por të gjithë qendrës kulturore. Okej. Dhe ky projekt lajmi mirë është, po unë do ta kërkoj edhe pëlqeja personalisht për shkëlqimin e skenës. Dhe në djenin time nuk mund të flas 100% se nuk kam informacione shumë financiare. Në djenin time është miratuar dhe një fond për restaurimin e qendrës kulturore nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Po më vinte mirë që pritet që ndodh shpejt kjo gjë, por nuk dua që të jap lajme pa filluar puna. Absolutisht. Jo, e thash nga dëshira ime impersonale. Të gjithë kemi dëshirë, po unë e vlerësoj dëshirën dhe shpresoj dhe uroj që kjo do ndodhë sa më shpejt. Ashtu sikurse edhe u restaurua ndërtesa e Teatrit të Kukullave, edhe ajo ishte një ndërtesë pothuajse amortizuar dhe shkatruar, po fali investimit ajo funksionon me parametra shumë të mirë bashkëkor. Jo, është e vërtet, aty tani unë kam ndjekur së fundmi jo pjesë teatrale për fëmijë, po kam ndjekur një nga netët e festivalit Monodramës. Monodramës, që u zhvillua vit, po. Është një sallë me parametra. Ja vlen që të bësh aktivitet. Madje na dha një dorë shumë të mirë edhe në si thua të zhvillimin e Teatrit të Kukullave. Sepse aty kanë mundësi fëmijët, është ngrohtë, është ambient i mirë, aktorët kanë mundësi të performojnë me dinjitet përballë fëmijëve, përballë prindërve, pra ja vlen. Jo pa qëllim ne kemi mbushur edhe kalendarin edhe Teatrit të Kukullave, 2 deri edhe 3 në javë me shfaqje për gjithë fëmijët e qytetit. Thatë që sigurisht promovoni talente nga shkollat nëntëvjeçare, nga gjimnazet, si qëndron bashkëpunimi i qendrës suaj me aktorët lokal? Është shumë interesant edhe ky fakt, se ka pasur edhe dikur aktorë lokal që kanë shkëlqyer në teatr, në estradë, në Pallatin e Kulturës, në filmin shqiptar. Si qëndron ky aspekt? Për së vërtetës, ne bashkëpunimi, domethënë, me artistët lokal të gjitha fushave ka qenë shumë mirë. Po, të gjitha fushave. Ne gjatë gjithë sezonit dhe themi turistik, që është sezoni më i dukshëm për ne, sepse në pjesët e tjera të vitit jemi ose brenda në skenë, në sallë që shumë pak njerëz na shohin, kurse aty jemi më të dukshëm jashtë. Ne kemi kontakte të vazhdueshme me të gjithë artistët lokal. Dhe jemi përpjekur që të japim mundësinë të gjithëve të përfaqësojnë veten e tyre, talentin e tyre, të shprehin aty. Domethënë, përveç aktiviteteve siç thash më lart, përveç aktiviteteve të mëdha që janë të vendosura, festa e verës, festa e Koranit, maratona, gjithë aktivitetet me radhë, ne zhvillojmë dhe aktivitete të tjera që janë pak më të vogla se to, aktivitete le të themi ku jepet fokus artistët lokal, vetëm artistët lokal, ndër të cilët edhe grupi Nostalgjia, i cili është një vlerë pa diskutuar. Dhe ne unë e përpjekur që ta përfshi pothuaj në të gjitha eventet e mëdha. Dhe kanë dhe një vend të veçantë gjatë sezonit veror, në mënyrë që edhe njerëzit që janë nostalgjik pas këngës përgatitare të vjetër apo të re, të gjejnë veten e tyre tek ta. Pra, kemi bërë një punë të mirë me artistët lokal, janë përfshirë pothuaj të gjithë artistët pa dallim. Jo, më vjen madje aktiviteti i vjetshëm, serenata për ditën e liçenit, quhej serenata përgatitare dhe ishin vetëm me artistë përgatitare. 2 ditë, 2 në 3, ishin vetëm artistë përgatitare që performuan në ditën e liçenit. Di që keni pasur edhe bashkëpunime me këngëtarë të ftuar ndoshta nga jashtë për të bërë aktivitete. Shiko, ne për të gjitha aktivitetet, sidomos aktivitetet masive të mëdha, si festa e çelës së sezonit turistik, apo festa e verës, apo festa e Koranit, gjithë ato që kanë për masa të mëdha si aktivitete që janë ftoni aktorë. Ne përpiqemi ta fillojmë gjithmonë me artistët lokal, me artistët e qendrës kulturore dhe qytetit. Dhe pastaj fokus edhe të tjerë ju lëm vend të ftuarve këngëtarë që vinë nga Tirana apo nga vende ndryshme të shqiptarisë, edhe nga Malezi dhe nga Maqedonia e Veriut, kanë ardhur shumë këngëtarë që kanë performuar, sepse ja vlen që ne edhe të shkëmbejmë kulturat muzikore të treja vendeve që kanë shqiptarë. Jo, është mirë, nuk ka asgjë të keqe në fakt të ndodhë ky bashkëpunim. Dhe jo, nuk është era e parë që themi po e shkelni apo se keni shkelni. Pra është një rrugë e ndërtuar, me këtë pjesë të kontributit të tyre.
Dhe keni marrë trokitje. Gjithmonë janë pëlqyer të gjitha aktivitetet që ne kemi organizuar. Madje në fundat çdo aktiviteti ka njerëz që vinë ta takojnë, thonë me zi shpresin edhe vizitorët, shikuesit vetë qytetarët mbas ditave të marrin një lloj emocioni argëtues në Odon. Është e vërtet ne edhe Odoni e jep këtë lloj jeshie. Po ne madje për këtë arsye jemi përpjekur që gjatë sezonit veror të kemi aktivitete duke filluar nga hëna deri të dielën. Asnjë ditë pushim. 7 ditë javës. Këtë vit shpresojmë që të vendosim edhe një ekran siç e kishim para 2 vite, një ekran LED në Odeon, ku ne të shfaqim çdo natë qoftë dokumentar nga Pogadeci nga qyteti, qoftë dokumentar historik, film artistik që filma shqiptar janë xhiruar besojmë në Pogadec. Që janë xhiruar në Pogadec, padyshim ne domethënë kemi programe këtë gjë, të cilën kemi bërë vit pas viti gjatë sezonit veror dhe është shumë bukur që edhe njerëzit pasi bëjnë një shëtitje ta marrin marrin diçka nga qyteti. Jo, shumë interesante. Shpresoj të ketë edhe këngëtar të ftuar nga Ballkani. Kam parasysh Gliqerin që keni pasur para ca vitesh, nuk e di. Po, ka qenë një koncert recital. Ai ishte një projekt, në fakt, erdhi nga dikush tjetër, nuk është se po s'ka rëndësi, rëndësishme është që bashkëpunohet me ju. Po, prandaj thash pak më lart që nëse ne përveç aktivitetet të planifikuara në kalendar, ka dhe aktivitete që na vijnë. Po, janë momental risi. Ka filma që shfaqen, ka aktivitete, ne i mirëpresim padyshim. Dhe pastaj shikojmë, postojmë datat tona, sepse ne për shembull le të themi që nëse unë kam planifikuar një koncert apo një mbrëmje letrare poetike dhe muzikore me artistët e qendrës kulturore në datën 15, dhe në datën 15 do i liri të bëj një aktivitet shumë të madh, ne spostojmë aktivitetin ton, e sjellim më parë ose më mbrapa dhe i lëmë ka edhe alternime të tilla. Padyshim që ne që të mbetet shkëlqimi aktivitetet që vinë nga jashtë të kenë prioritet sa i përket. Nëse janë të mëdha, nëse nuk janë aktivitete të mëdha, ne pastaj vazhdojmë. Se ndonjëherë ka njerëz kokfort nuk e zhvendosim datën edhe. Jo, nuk ka problem, ne, domethënë, qyteti ka vend boll, ne dhe aq më mirë për ne që të vinë sa më shumë aktivitete. Për ta realizuar një fakt. Le të kemi çdo ditë aktivitet, nuk ka asnjë problem. Ne i spostojmë aktivitetet tona, i bëjmë të martë, i bëjmë të mërkurë, i bëjmë të enjte, i bëjmë të premte, të shtunë, s'ka problem fare. Është, domethënë, sa më shumë aktivitete është më mirë për ne. Ka institucioni sfida, besoj. Sfida se koha teknologjia nxjerr zhvillime të reja. Përballë tyre jeni të hapur. Kjo që po thoni. Padyshim që ka sfida, sidomos në art, sepse gjithçka ndryshon çdo ditë. Teknologjia ecën, ne, si të thuash, jemi vim nga një brez që jemi mësuar me element tradicional apo duke marrë, për shembull, në rastin tim, unë mund të luaj, unë jam violinist, ju e dini, dhe unë mund të luaja vetëm violinë klasike. Tani ka dalë lloj-lloj violinash, ka violina elektrike, kështu çdo gjë ecën me koha ecën, je detyruar që të përshtatesh, jo jeni të updatetosh, po sigurisht të studiosh, pothuaj të gjithë, le të themi, edhe instrumentistët, edhe këngëtarët që kemi aty në qendrën kulturore, të gjithë dëgjojnë literaturë të re, dëgjojnë materiale të reja, ne mundohemi që të updatojmë çdo ditë, që të shojmë repertorin, që në mënyrë që edhe në aktivitetet tona, të mos kemi, le të themi, të njëjtën repertor, po të kemi këngë të reja, të kemi këngë të bukura, të afrohemi, nëse ne bëjmë një aktivitet rinor, të afrohemi rinisë. Në mënyrën tonë, kuptohet, në mënyrë cilësore, por që domethënë që të vinë kohë, që të bashkëhemi me të gjithë prezat. Kjo është e rëndësishme. Thamë që kultura ndikon në jetën e turizmit, në zhvillimin e turizmit, po edhe turizmi ndikon në zhvillimin e kulturës. I shikoni të lidhura pse këto bashkë? Janë padyshim janë të lidhura bashkë të dyja, janë dy, le të thuash, dy elementë që nuk mund të ndahen. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me drejtorinë e turizmit. Kemi bashkëpunuar edhe në aktivitete të përbashkëta kulturore, por edhe në, le të themi, edhe nëse drejtoria e turizmit ka një event të saj që do të zhvillojë, ne shkojmë me elementet tonë, me element muzikor, domethënë kemi bashkëpunim shumë të mirë. Keni kërshëtim të gjërave. Sigurisht të dy janë në funksion njëri tjetrit. Po, turizmi është kryefjala në fakt e një qyteti turistik si Pogradeci. Dhe ne përpiqemi që gjithmonë të jemi në funksion të turizmit. Domethënë çdo event kulturor, çdo event artistik që ne zhvillojmë aq më tepër gjatë sezonit veror, ne përpiqemi ta kemi në funksion të turizmit, domethënë të bëjmë edhe promocion edhe qytetit padyshim. Në këtë 30 vjeçar që drejtoni qendrën kulturore, nuk e drejtoj për 30 vjetësh. Jam pjesë e qendrës. Jeni pjesë e qendrës kulturore.
Okej. Besoj është bërë edhe një risi, një updateim, një mbushje, le të themi, edhe e garderobës, ka kostume, besoj, tashmë qendra kulturore të sajat që i përdor në evente vërtet serioze. Është e vërtet, Ilir, ne domethënë garderoba e qendrës kulturore ka qenë një garderoba e dikurshme, ka qenë shumë e mirë, unë kam arritur disi një pjesë të mirë të garderobës. Po, keni arritur ta ngrini. Ja, kur kam filluar punë, kam arritur një pjesë të mirë të garderobës dhe me zor të madh shpëtuam në 97-ën një pjesë prej tyre dhe duke u nisur nga ato që ne kishim, ato pak që ne na kishin mbetur nga garderoba origjinale që ne kishim edhe veshje popullore, arritëm prapë nëpërmjet një projekti, një aplikimi, unë kam bërë një aplikim në fundacion, një fundacion italian. Ta plotësoni këtë dhe ata na bën të mundur që ne të kemi kostume popullore tradicionale të zonës tonë, zonës të Mokrit dhe zonës të Pokadesit. Pra mund të flasim për një garderobë ose element kostumografik. Një garderobë shumë të mirë tani të qendrës kulturore. Unë jam shumë i njohur atyre për këtë sepse na duhet patjetër sepse ajo si thua veshja është ajo që të prezanton me dinjitet përballë publikut. Patjetër. Pra na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe kjo gjë. Nuk është dhënë dyshim, jo vetëm një shumë element i liri që ndikojnë se thua në paraqitjen e një trupe apo një ansambli në skenë. Estetikisht kompletojnë gjërat. Është skena, është fonia, ndriçimi, është veshja dhe ne hapasapi po, domethënë këto i kemi jo, më vjen mirë që ekziston kostumografia dhe është gati në çdo moment për t'u prezantuar. Këto mund të quajmë me plot gojë dhe arritje të patjetër të qendrës, po. Të përbashkët tani së bashku me administratorin e qendrës. Unë personalisht jam nuk se spajtohem dot me teren. Unë e dua, domethënë edhe Led Wallin edhe, por jam partizani i shfaqjeve me skenografi, nuk e di pse. Janë të bukura, faktikisht. Ato edhe teatrit, ja dua skenografi. E di ku është të gjithë e duan në skenografinë, sepse ti e shikon atë të duket e gjallë. Kur mbaron shfaqja ti e shikon më të rëndësishme. Duket më të rëndësishme, duket e gjallë dhe ti mund ta prekësh. Mirë po, herë ka shfaqje të cilat ti nuk mund t'i bësh me shpenzime të mëdha. Dhe çfarë ndodh? Ti një beze dhe një projektor me disa foto të zgjidh shumë punë. E kuptoj. Pa shumë shpenzime, minimizon shpenzimet, ama duke është pothuaj një lloj për publikun. Paska se aktori, instrumentisti, këngëtari dihet më mirë kur e ka. Shpresojmë që gjëra më të mira dhe më të sakta të jenë me këtë që sapo tha. Edhe ajo është goxha mirë, ne madje jemi përpjekur që bëjmë dhe artënim midis skenografisë klasike dhe asaj moderne. Shpesh në shfaqjet tona ne kemi për shumë aktivitete, qoftë për në skenë brenda flas për Lazgush Pokadesin kur ai ka datën e lindjes në dhjetor, qoftë me Tush Kutelin për të dy kolosët që ne kemi. Ne kemi aktivitete shumë të bukura brenda në skenë ku kemi përdorur këtë teknologji, domethënë edhe skenografinë e gjallë, edhe Led Wallin. Shumë konshient për këtë. Ju keni qenë patjetër edhe keni pasqyruar edhe në kronikat tona televizive. Dhe domethënë është bukur që ti kesh të dyja këto të alternuara, është mirë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë në Infoftes, me mua vijon të jetë i ftuar në studio Eritan Kamolli, drejtori i Qendrës Kulturore këtu në Pogradec. Zoti drejtor, sigurisht keni bashkëpunim me institucione, keni bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, por sigurisht një bashkëpunim besoj është edhe me Bashkinë Pogradec, me institucionin që sigurisht jep okejin për shumë zhvillime të tjera pastaj të pritshme. Sigurisht Ilir, ne tham pak më lart që kemi shumë bashkëpunime me ministrinë, po padyshim që bashkëpunëtori ynë kryesor është bashkia, madje ne jemi pjesë e bashkisë. Qendra kulturore është pjesë e qendrës multinacionale. Marrëdhëniet tuaja me kryetarin e bashkisë, po ju bëj një pyetje kështu tani të drejtë për drejtë. Mua nuk bie shumë rasti të takoj me kryetarin e bashkisë. Po projekteve që ka qendra kulturore. Po, padyshim për që është pro gjithçkaja. Që meqense ju po më pyesni unë gjërasi ta falenderoj nga zemra. Po patjetër. Në tim personal dhe në emrin e gjithë punonjësve. Qytetari i parë i Pogradesit. Sepse jo vetëm që si thua na ka mbështetur në aktivitetet kulturore që na mbështet, por është gjithmonë pasionant, është gjithmonë me dëshirë, është gjithmonë aty ku ne bëjmë aktivitetet, sidomos gjatë verës, që janë aktivitete të hapura dhe si thua është ka një bashkëpunim. Është shumë dashamirë ndaj aktiviteteve që bën Qendra Kulturore. Nëse ne domethënë i propozojmë një aktivitet nëpërmjet administratorit Dorianit, i cili e takohet pak më shpesh me kryetarin për shkak të pozicionit të punës, ai gjithmonë është që okay, ju e dini, nëse keni vendosur me Eritanin, bëheni, nëse keni vendosur
që duhet bërë bëni, domethënë pra është i hapur dhe dashamirës. Është një njeri I cili, si të thuash, të le kompetenca, I delegon kompetenca, domethënë të le të vendosë shtëpi. Jo se ndonjëherë kryetari I bashkisë interpret fondet. Edhe prandaj u bra këtë pyetje. Po patjetër u bra këtë pyetje. Deri tani në rastin e zot Xhakolli është bashkëpunim nuk funksionon kështu. Fatmirësisht ne domethënë për ato që ne kemi të planifikuara, madje edhe për ato që nuk janë të planifikuara. Ne I kërkojmë diçka, ai është shumë dashamirës dhe asnjëherë nuk thotë jo për asnjë lloj aktiviteti. Pra faleminderit kryetarit nga zemra, siç thash në emër të gjithë stafit të Qendrës Kulturore. Padyshim një falënderim edhe për administratorin tonë sepse edhe ai është më afër nesh. Është pjesë më e ngushtë e jona dhe është sigur komunikimi dhe edhe ai është një djalë fantastik, djalë shumë I mirë. Dorian Latifllari. Latifllari, po. Është administratori I Qendrës. Eritan, ju jeni violinist, sa ndikon kjo në mënyrën se si drejton një instrumentist Qendrën Kulturore? Kam këtu parasysh drejtorin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, që është një violinist apo pianist. Është pianist? Është pianist. Shiko, nuk është e lehtë në fakt sepse marrëdhënia me njerëzit, kryesisht me njerëzit që ti kanë punë dhe pastaj edhe me të tretët me njerëzit, me publikun e jashtëm, nuk është krejt e lehtë, ka sigurisht momente të vështira, nuk është gjithçka pambuk, nuk është gjithçka e thjeshtë. Mirë po, fal përvojës që unë kam në atë institucion, viteve të shumta. Përvojës time personale, unë jam tani pa që nevojë të jem shumë modest, jam shumë mirë I trajnuar se po kur një mirë të fshetat të skenës, zanatit, profesionit, kur vjen nga bota artistike, jem më pranë gjërave që kërkon ajo punë, sesa kur vjen dikush tjetër që I shikon ndoshta me lente ose dylbi gjërat e artit. Kjo më jep dorë që unë si të thuash kam gjetur një raport shumë të mirë me bashkëpunëtorët e mi, me stafin tim dhe ja kemi dalë që të realizojmë me sukses çdo lloj aktiviteti. Nuk është e lehtë, sigurisht që ka sfida të mëdha përpara, thash që nga instrumentat, nga materialet, nga repertori, nga Më erdhi një pikë krahasimi me Aulon Naçi, në fakt drejtorin e teatrit, drejtorin aktual Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kjo pjesë edhe nuk e di një instrumentist si drejtues. Unë mendoj që nuk ka rëndësi në je instrumentist apo në je kur ti ta bësh mirë punën e bën. Po jo, ka të bëj edhe pjesa kur vjen nga bota artistike. Kjo është ndim shumë e madhe sepse nëse unë nuk do isha artist, nuk do më vesh, nuk do mund të bëj as le të themi cilësinë e një aktivitet, as nuk flasim, nuk po bëjmë absurd. Ka pasur dhe raste kur ka pasur drejtues në vite që nuk vinin nga bota e artit. Po padyshim, edhe është më mirë kur vjen nga bota e artit. Nuk shkon mirë gjëja nëse ti nuk je në vendin e dur. Domethënë do të jetë njeriu I dur në vendin e dur. Unë jam vetë artist dhe di shumë mirë si funksionon një aktivitet kulturor dhe fatmirësisht ambienti dhe klima që ne kemi në Qendrën Kulturore është shumë e mirë dhe më lejon që përveç se drejtuesin, administratorin që bëni për Qendrën Kulturore, pjesën personale atë të talentit e ushtroni, ka momente si ç'ndodh kur gjeni kohë. Unë I lirë pra thënë me shqip dhe troç a studioj violin? Merrni po, merrni me violin. Unë I lirë studioj violin pothuaj çdo ditë. Në shtëpi? Jo në shtëpi. Domethënë në pjesën më të madhe studioj në zyrë. Në Qendrën Kulturore. Rreth një orë, le të themi, unë e bëj në zyrë. Pasi mbyll anën dokumentare, dokumenta, projekte, gjëra të tilla dhe unë marr kohë pastaj sepse më duhet që të studioj sepse një instrumentist, jo vetëm violinist, por çdo instrumentist, çdo artist, nëse nuk merret me instrumentin e tij, me violinën, me pianon, me klarinetin. Do t'i lutem, ja jemi me regjia e kapit, domethënë, nuk e di, kanë gjetur një moment ku jemi duke performuar. Po, moment që jam duke luajtur tek fondacioni e EMIA, gjatë diplomimit të nxënësve, studentëve. Dhe domethënë se ti nuk punon çdo ditë si moment till. Unë domethënë kaloj rreth një orë para dite dhe këtë që tani nëse më dëgjojnë dhe besoj më dëgjojnë gjithë kolegët e dinë mirë sepse aty përveç artistëve në Qendrën Kulturore është edhe le të themi edhe stafi mbështetës që janë ekonomistë, juristët, të cilët janë detyruar të dëgjojnë violinën time, ndoshta herë edhe nuk ju pëlqen. Po janë detyruar se s'ka Qendra Kulturore e kërkon dhe këtë. Pas kaloj edhe një orë tjetër mbasditë në shtëpi. Po sigurisht. Kështu që unë jam I detyruar të studioj çdo ditë që të mbaj duart në formë. Çfarë emocionesh, çfarë emocionesh ju jep muzika krahasuar me përgjegjësitë e drejtimit? E di si është muzika është për mua
dëgjimi ose luajtja në violin dhe më shumë ti luaj në violin kur mërzitem. Nëse unë mërzitem me diçka që nuk më shkon, marr violinën dhe hyj pastaj luaj disa pjesë të vështira, të forta, sepse ato pastaj më ulin gjithë temperamentin apo energji negative. Keni një prangim personal? Violina më shlodh dhe më kënaq dhe më mbush me energji pozitive. Pastaj dhe unë pastaj filloj punën prapë edhe herë. Nga emra botëror edhe nga emra shqiptar, një prangimin tuaj? Unë në fakt do të veçoja, më pëlqen shumë nga kompozitorët që ka shkruar për violinë, më pëlqen Tchaikovsky. E kam në plan të parë, domethënë në vend të parë kam Tchaikovsky dhe pastaj sigurisht Beethoven që edhe ai ka shkruar një koncert të mrekullueshëm për violinë. Ndërsa nga kompozitorët shqiptar është Pjetër Gaci, që është për mua kompozitori i violinës. Deri tani domethënë ka koncertin për violinë i Pjetër Gacit, ka dhe baladën shumë të bukur. Domethënë është kompozitori më i preferuar i muzikës shqiptare. Vetë keni bërë sprova në kompozim për violinë? Për violinë, në fakt, unë i lirë, me thënë të vërtetën, kam kompozuar disa, le të them, ne i quajmë bravura, disa pjesë shumë të vogla, për nxënësit e kurseve, dhe pastaj sigurisht këngë shumë me piano, këngë që këndohen, këngë për kitarë, me kitarë kam kompozuar plot, që i luaj vetë, domethënë këngët e mia, kurse për violinë kam shkruar vetëm disa pjesë për fëmijët e kurseve që ashtu. Po e di pse, sepse ndoshta do shkruaj kur të mos keni këtë pjesë nga volumi i punës që kam nga puna administrative, domethënë nëse unë do lirohej pak nga puna administrative, ndoshta mund të rikthehem kompozimit të shkruaj për violinë. Por ne kam mjaftuar shumë kompozitorë sot që shkruajnë për violinë. Ju keni realizuar para do kohësh, mbaj mend në sallë brenda, një koncert recital. Po. Ka ardhur koha, besoj, me updatimet, me risit e reja të sillni një recital tjetër apo? Është shumë bukur fakt. Keni menduar një recital? Unë kam menduar, domethënë prej vitit të kaluar, kur unë isha pjesë e Orkestrës Filharmonike të Korçës. Këtë vit nuk u bëra pjesë për shkak edhe sepse më duhet të shkoja për ditë prova, por nuk mund të ndiqja dot edhe provat e orkestrës, edhe punën këtej, edhe ishte shumë angari për mua dhe këtë vit hoqja dorë. Dhe vjet në fakt kur isha pjesë e orkestrës më shkoi në mendje që pse mos bëj një recital, sepse aty u takova dhe një pianist, se që të bësh me violinë, të bësh një koncert recital, do të kesh një piano, një pianist dhe që të shoqëroj, do të kesh edhe një piano. Dhe po e mendoj në fakt, nëse unë do gjej një mundësi që të lidhe me pianistin dhe të fillojmë të punojmë së bashku, dhe mund të realizojmë një koncert. Pastaj kështu pjesë të vogla, pjesë domethënë që luhen 4-5 minutë, që unë kam luajtur në çdo, pothuajse në çdo aktivitet të qendrës kulturore. Madje neve në datën 14 mars do të bëjmë një aktivitet, jemi duke punuar me materiale shumë të bukura të vjetra. Të kujtoj çfarë që thash më dhe një spunto për titullin Si dikur. Po, si dikur. Dhe ndoshta do ta quaj këtë aktivitet Si dikur. Materialet vjetra, zbulojmë të gjë nga ky koncerti. Këngë të shekullit. Këngë të shekullit, domethënë këngë shumë të vjetra, edhe të padëgjuara ndoshta nga publiku, të cilat ne do t'i këndojmë jashtë. Shpresojmë që të jetë koha e mirë në 14 mars dhe e kishim planifikuar për në sallë në fakt, por nëse koha do të jetë e mirë, ne do ta zhvillojmë jashtë në sheshet e ndafilave, një koncert për ditën e verës nga artistë të tjerë, dhe unë do të luaj violinë aty dhe prandaj thash që edhe më do të punoj sepse edhe luaj. Violina është vegle bukur, interesante, muzikore. Mbretëresha e instrumentave. Mbretëresha e instrumentave. Ka të rinj që sigurisht ndjekin kurset tuaja se vën dyshim, po ka të tjerë që duan të bëhen pjesë e kurseve tuaja ose kanë ëndër të luajnë në violin. Ka një mesazh për ata njerëz që duan ta kenë violinën këtë mbretëresh në supin e tyre. Shiko, Ilir, violina është një instrument që të kërkon shumë të angazhuar, 100% të angazhuar, do studim shumë të madh, do punë shumë të madhe. Por ama është një instrument që kur ti arrin të luash diçka, nëse ti luan diçka një herë dhe e dëgjon atë që luan, dhe kupton, pastaj ti nuk e lëshon me violinën nga dora. Kështu që unë i ftoj të gjithë të rinjtë e qytetit, sidomos fëmijët, sepse violina, piano, violina janë instrumenta specifike dhe nisen që në moshë të vogël. Nëse ti kalon moshën, le të themi, nëse ti shkon në klasën e 5, shkon 10 vjet, 11 vjeç, nuk e nis dot me violinën. Është shumë e vështirë që ti të bësh violinist, mund ta mësosh ti biesh për qef, po ose në familje, por jo që të bësh koncerte apo gjëra. Shpresojmë që kështu që unë ju bëj thirrje të gjithë fëmijëve
të rinjve. Të bën pjesë. Pastaj për të kaluar te mosha më të mëdha, le të vinë dhe të afrohen në qendrën kulturore. Po ndodh që të mësohet moshë të madhe? Ndodh që mësohet. Po nëse ke talent. Po sigurisht që mësohet nëse ti je shumë i talentuar, por jo për të realizuar si të themi koncerte të mëdha. Ti mund të luash një këngë qytetare, një serenat, mund të luash të këngë që të merr këtë kulturë në fëmijëri. Po sepse ka lidhje me shumë gjëra, ka lidhje me plastikën, perfeksionohesh, me fizikun, ka lidhje me falangat, me gishtat. Domethënë janë shumë pjesë të trupit, të cilat nëse ti nuk i mëson që i vogël, ato nuk mësohen më kur ti rritesh. Sepse në violinë përdoret çdo pjesë e gishtit. Ka shumë teknika, ka shumë elemente të cilët nëse ti nuk i merr që nga vogël, është shumë e vështirë të mësosh. Po sigurisht që mund të luash violinë, mund ta mësosh edhe në moshë të madhe. E mëson, luan siç thash një këngë të lehtë, një pjesë të vogël mund ta luash padyshim, por jo që të bësh koncerte apo pjesë të vështira. Nuk e di, ndjenin time në Shqipëri ka vende që biznese që prodhojnë shesin violin e prodhojnë jo. Po sigurisht ka në Shqipëri. Ka në Tiranë janë disa, madje është një Edmond e ka emrin ai, Edmond pra pa për publicitet po ka. Po ka prodhuar shumë të mirë violinash, ai ky bën violina shumë të mira dhe i ka, si të thuash, i ka shumë të veçanta sepse i bën edhe me një ngjyrë specifike. Ai un kam parë violinë e tij, si violinë kuqe, ngjyrë kuqe. Dhe mu duk sikur pash, nuk e di, po e ke parë, është një film shumë i njohur, Violina e kuqe, që flet për violinën Stradivari, që si ka ardhur në kohë para 2000 ca vitesh, dhe ky imiton, me sa kam parë nga ngjyra në fakt, se nga tingulli nuk e di, nuk kam luajtur një violinë të tillë, imiton atë violinë, po mendoj që do të violinë shumë e mirë. Po dashur po shkojmë në fund të emisionit, do të edhe një pyetje tjetër. Violina që ju personalisht keni në shtëpi, është violinë e vjetër, është violinë e re, është blerë si është blerë, nëse mund të themi. Po patyshim, violina që kam unë në shtëpi nuk është e re, është një violinë austriake, violinë e prodhuar me dorë, dhe është një violinë të cilën i mat e ka, si të thuash, babai im ka qenë oficer kur ka qenë në punë, tani është në pension. Dhe ka qenë në laç me shërbim. Dhe kur ka qenë në një nga ato, le të themi, repartet aty ushtarake ku di unë, ishte një violinë aty të cilat ata donin ta hidhin, ta nxjerrin kështu. Unë isha në violinë atë, isha në shkollë mesme. Edhe i thot babai atij, thot, po mos e hidh, ma jep mua atë violinë. Ku do të ushtari, thot, po gjithë aty kapteri nuk e di. Do ta jep se që pa vlerë, po. Në plera shef, jo ma jep mua, mos e hidh plera. Edhe e mori. Është kjo violinë e vjetër. E solli në shtëpi, unë isha në shkollë, isha në liceu artistik. E marr violinë, e çoj te riparosi që kishim në poshtë të liceu, që riparonte instrumentet e liceut. Edhe ai marr riparoi, dhe ju e keni atë violinë. Unë kam akoma atë violinë dhe ajo është një violinë perfekte, është violinë shumë e mirë. Unë nuk e lëshoj asnjë nga dora, është violinë shumë e mirë. Tani faleminderit edhe për këtë pjesë personale të Infoftes këtu në Sot 7. Sigurisht do t'ju uroj punë të mbarë në vimësi të gjithë kalendarit artistik vjetor, veçanërisht atij të verës, por sigurisht edhe në performimin e artit violinës ju bëni si instrumentist i talentuar. Faleminderit ju. Nderuar miq, kemi qenë me drejtorin e Qendrës Kulturore Las Gush Poradeci, Ritan Kamolli, në këtë Infoftes. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës të enten tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë në mirë.